Zombi të telefonit. E keni idenë se çfarë po flasim? Bëhet fjalë për njerëz të cilët mbajnë kokën ulur në telefon dhe ecin sikur janë jashtë realitetit. Njerëz që nuk ndalojnë për asgjë. Nuk i shohin semaforët, nuk i dëgjojnë makinat, madje as këmbësorët që i shmangen. Ky fenomen është gjithnjë më shqetësues në vende të ndryshme të botës, por ekziston një shtet që e ka marrë shumë seriozisht. Drejtoria e trafikut në Spanjë ka nisur një fushat gjithëpërfshirëse kundër përdorimit të celularëve gjatë ecjes. Madje edhe gjoba. Nëse përdorni telefonin duke ecur kudo qoftë në rrugë, gjobiteni me 80 euro. Ndërsa nëse kaloni në vija të bardha me telefon në dorë, gjoba shkon deri në 200 euro. Ky është një rregull i veçantë i bazuar në ligj dhe nuk përjashton askënd, si vendasit, ashtu edhe turistët. Fushata synon rritjen e sigurisë në rrugë, sepse përdorimi i telefonit gjatë ecjes nuk është vetëm shpërqendrim, është rrezik real për jetën. Pra, herën tjetër mbajeni në mend. Në Spanjë nuk është vetëm këshill, por është ligj.